Spitali i Përgjithshëm Dr. Ferit Murat në Gostivar ka vënë në funksion për herë të parë shërbimet e radiografisë mobile në njësinë e urgjencës përmes aparatit modern Mindra Mobi AI 700. Me këtë investim, pacientëve do të ofrohen shërbime më të shpejta, më cilësore dhe më të sigurta. Aparati i ri mundson heqjen e trupave të huaj nën kontrollin e RTG-s, radiografi kontrolluese pas reponimeve ortopedike dhe imobilizimeve, si dhe ekzaminimin e pacientëve të palëvizshëm direkt pranë shtradit të tyre, pa nevojën e transportimit në repartit përkatëse. Gjithashtu radiografia mobile do të përdoret për ekzaminime ekspres të pacientëve të politraumatizuar në urgjencë, duke kursyer kohë të çmuar për diagnostikim dhe trajtim. Sipas drejtuesve të njësisë së urgjencës, vendosja në funksion e kësaj pajisje përfaqëson një hap të rëndësishëm në avancimin e kujdesit shëndetësor dhe rritjen e sigurisë së pacientëve në situata emergjente. Me këtë rast, shefi i njësisë së urgjencës Astrid Fazlia, së bashku me personelin mjekësor, shprehen mirënjohjen e tyre për drejtorin e spitalit Emri Bajrami për realizimin e kësaj iniciative të kahmoshme të stafit. Spitali i Përgjithshëm Dr. Ferit Murat në Gostivar thekson se mbetet i përkushtuar në ofrimin e shërbimeve moderne, efikase dhe profesionale në funksion të shëndetit dhe mirëqenies së qytetarëve.